është përmbyllur projekti Create Resil i implementuar nga Fondacioni Jahjaga, një iniciativë që synon fuqizimin ekonomik dhe social të grave të marginalizuara në Kosovë. Presidentja, themeluesja dhe kryetaria e Fondacionit Jahjaga, Atifete Jahjaga, theksoi se projekti i cili nisi 2 vite më parë do të ketë një ndikim të qëndrueshëm në përmirësimin e jetesës së grave. Create Resili është një projekt që përplot mbi 2 vite është duke punuar intensivisht me grupet e marginalizuara, kryesisht të grave në të gjithë territorin e Kosovës, ku ka filluar si një iniciativë shumë e vogël para shumë viteve me projektin 1 në 3, sepse 1 në 3 gra në botë, këtu nuk janë vetëm statistikat të Kosovës, po dhe në nivelin global janë viktima të dhunës, qoftë asaj fizike apo qoftë asaj psiqike, qoftë në familje apo në vendet e punës apo edhe në shoqëri në tansi. Dhe qëllimi kryesor i Fondacionit Jahjaga që nga fillimi i punës këtij institucioni ka qenë në fuqizimin ekonomik të grave dhe fuqizimin e grupeve të marginalizuara. Kemi pasur qëllimin që storit e këtyre grave dhe puna këtyre të grave të del përtej kufive të Kosovës. Jahjaga tha se falë për kushtimit të madh të grave, kemi arritur të nxjerrim vepra të mirëfillta të artit. Gjithë kjo ka qenë si një pjesë i një procesi që një anë e ka bërë fuqizimin e tyre si gra të shoqërisë tanë. Në anën tjetër ka kontribuar që përmes artit dhe përmes kreativitetit se asnjë nga ne nuk e dim se me të vërtetë çka fshihet për brenda vetë nesh, që shumë herë gjatë pjesëve të ndryshme të programit ku kam shku dhe kam vizitu, unë asnjëherë nuk e kam marrë me mend që nga këto gra me të vërtetë do të dalin këto vepra të mirëfillta të artit që është dizajnuar nga dizajnerët, po me inputin e jashtëzakonshëm të këtyre grave. Por mbi të gjitha është ai rjetizimi që është bërë mes të gjitha këtyre grave, që është ndërtuar një raport shumë i fuqishëm mes të këtyre grave, që edhe pas përfundimit të këtij projekti që është përfundimi formal në thojza, po faktikisht tokë vazhdojnë që të punojnë dhe të jenë shumë të afërta me njëra tjetrën, sepse është jo vetëm kjo kauz, por është ajo që çfarë këto gra kanë ka përjetuar që i ka sjell këto së bashku, që pandej përmes punës së tyre këto të mund të fuqizojnë edhe pas përfundimit të projektit vetveten dhe shoqërinë tanë. Ajo tha se projekti është treguesi më i mirë se kur bashkojmë forcat mund të arrijmë rezultate konkrete. Jemi sot këtu që neve vetëm kemi depërtuar në tregun e rajon, kemi depërtuar në tregun evropian, dhe kjo ka qenë një farë lloj testi se me të vërtetë se çfarë mund të bëhet kur forcat bashkohen, kur energjitë bashkohen dhe kur qëllimi i mirë me të vërtetë mund ta zër vendin e vet dhe me partnerë të mirë, me organizatat e besueshme rreth vetes, siç kemi këtë rasër qeverinë hungareze, Hungary Help, Gjirafën. Neve kemi në plan që të vazhdojnë këtë kontribut që përmes Fondacionit Jahjaga të mund të fuqizohen edhe më shumë gra dhe rinia që është potenciali më i madh i Kosovës deri më tani. E drejtori i përgjithshëm i agjencisë Hungary Helps, Peter Kovac, tha se qëllimi i këtij projekti është u dalim në ndihmë grave të Kosovës. Ky projekt është implementuar nga Agjencia Hungaria Ndihmon dhe Fondacioni Jahjaga në Kosovë, Pro Progresiona në Hungari si dhe Gjirafa në Shqipëri. Është një bashkim i 4 trupave të ndryshme, por qëllimi është një dhe i vetëm, që t'i ndihmojmë gratë në Kosovë për të krijuar mundësi për to, t'i trajnojmë për dizajnin shoqëror, t'u mundsojmë që të mbështesin veten, të kenë më shumë mundësi për jetesë dhe të dalin nga situata ku janë. Programi Hungaria Ndihmon është program ndërkombëtar humanitar dhe zhvillimor hungarez që është krijuar para shumë vitesh. Me Fondacionin Jahjaga punojmë që nga viti 2021.
Filluam me qendrën rinore në Kamenic në vitin 2021 dhe në vitin 2023 vendosëm së bashku të lansojmë një program në dizajnin shoqëror për të ndihmuar gratë që veç se ndihmohen nga Fondacioni Jahjaga. In 2023 we decided together to launch a program in social design. Ne paraqitëm propozimin ton Komisionit Evropian dhe u pranua. Andaj ne filluam rrugëtimin e përbashkët në vitin 2024. Tani jemi në fund të programit. Mendoj se është evidente se ishte një program shumë i suksesshëm. Jemi shumë krenar. I think it's quite obvious that it was a very successful program. We are very proud of it. But the most Por gjëja më e rëndësishme është që arritëm qëllimin ton. Ndihmuam ato gra që patën nevojë më së shumti për të mësuar për dizajnin shoqëror. Kovaç tha se projekti është i rëndësishëm, pasi ofron një formë ndihme që nuk është zgjidhje afatshkurtër. It is important because it is a kind of help for women. Është projekt i rëndësishëm, pasi është një lloj ndihme që nuk është zgjidhje afatshkurtër, por afatgjate. But it's also a long-term solution. Që nën kupton, gratë kanë mësuar diçka që mund të praktikojnë dhe nga ajo të gjenerojnë të ardhura për veten. Ai tha se Kosova çdo herë mund ta konsiderojë Hungarinë si vend mbështetës për rritjen dhe zhvillimin e saj. Hungary was one of the first countries that recognized the state of Kosovo in 2008. Hungaria është një nga vendet e para që ka njohur shtetin e Kosovës në vitin 2008 dhe më duhet ta them se ne si hungarez e vlerësojmë si shumë të rëndësishme marrëdhënien me Kosovën. E dim se situata është nganjëherë e vështirë. Kosova është një nga shtetet më të reja në botë. Kjo veç se e bën një vend unik, shumë të afërt me Hungarinë. Kosova mund ta konsiderojë Hungarinë si vend mbështetës për rritjen dhe zhvillimin e saj. Projekti u pilotua në Kosovë me gratë e programit One in Three të Fondacionit Jahjaga. U realizua në partneritet ndërmjet Hungary Helps, Fondacionit Jahjaga dhe Gjirafës, me mbështetje nga programi kreativ i Evropës i Bashkimit Evropian.